Lajmin që kanë marrë për shëndetin e vajzës është i rëndë për këta prindër dhe vëllain e saj. Voglushja është prekur nga leukemia akute. Por fatmirësisht, ky është vetëm një rrëfim që është temë një projekti kinematografik që po realizohet në kryeqytet. Filmi Një tregim Prishtine ka filluar xhirimet ditën e shtunë në sheshin Zahir Pajaziti. Sot kemi fillu klopën e parë të filmit, në një farë forme kemi nisë filmin, xhirimin e filmit. Në këtë muaj kemi pasur një 2-3 skena tjera, sot do të xhiru skena 15, dhe do të vazhdojmë me disa për shkak të kohës. Kurse me 15 shkurt do të vazhdojmë me gjithë filmin. Sipas skenaristës Geto Arb Mulliqi Bojaj, rrëfimi i filmit në të cilën vajza megjithatë shërohet ka për qëllim komunikimin me kohën e tashme dhe asnjë temë tjetër nuk prek më shumë në ditët e sotme se sa ajo e kancerit. Dia ka lind para 2 vitesh e gjys, do me thonë jemi marrë me skenuar për 2 vite e gjys, gjithsesi një vit para se me konkuru në konkursin e qendrës kinematografike, dhe i kemi thonë disa duar të fundit skenuarit para se të vim tek dita e sotme. Për aktorën në rolin kryesor, ky film dhe ky rol ka shumë përgjegjësi. Me të vërtet është një temë shumë aktuale, fatkeqësisht, sidomos në vendin tonë. Po besoj në krejt botën, na si aktor e kemi marrë me shumë përgjegjësi, kemi me të vërtet një skenar shumë të mirë. Filmi metrazhit të gjatë është financuar nga Qendra Kinematografike e Kosovës, por që shuma e ndar i përket një filmi të metrazhit të shkurtër. Agron Vula, producenti i filmit, tha se 35.000 euro janë shumë pak për këtë projekt, andaj kërkoi përkrahje financiare nga filmdashësit. Filmi Një tregim Prishtine pritet të jetë gati për publikun në qershor të vitit 2017.